Pyetja tjetër është për Albën. Kush të ka zhgënjur më së shumti deri tani? Çfarë pyetje interesante. Për ta thënë realitetin, jam zhgënjur nga çdo kush në sasi të ndryshme, por kjo jo patjetër për faj të tyre, është thjesht pjesa ime kur krijoj pak afrimitet emocional me të tjerët, dhe kur fillim afrohem me të mirë dhe mirësinë ta kthejnë për dobësi dhe për sulm, unë nuk has para kohë dhe Alba zgjedh të bëhem e ftoftë paraprakisht, para se të thellohet më shumë situata që mirësia ime të keq përdoret akoma më shumë. Një rast konkret tani ka qenë rasti me Labin, që afrimitetin tim njerëzor e ka përkthyer komplet për të sulmuar moralin tim si femër, edhe realisht si situatë më ka prekur. E pranoj, nuk e mohoj këtë pjesë, po sidoqoftë këtu çdo kush dëshmon vetveten e vet. Se çfarë flet për moralin tim, nuk do thotë se unë jam ajo. Por ndonjëherë bëhet e tepërt, bëhet pak ngarkesë, edhe vet unë nuk vjen një moment që thjesht nuk don t'i dëgjosh me fjalë të tilla, sepse është si puna e lulës. Në rast se e merr lulën dhe i jep energji pozitive, do të luzoj më shumë se normalisht. Por në rast se e merr lulën dhe vazhdimisht i thua fjalë negative dhe energji negative, edhe lulja nis edhe vyshkën nga pak. Kjo nuk do të thotë se unë patjetër jam e varur nga njeriu, por po momentin, po Albës i ka rënë pak disponimi. A më bën mua të dobët kjo? Jo, nuk më bën. Sepse unë mendoj që edhe në momente kur njeriu ka pikat e veta të dobta dhe është në disponim shumë të ulët, tregon forcën e vet për të pranuar realitetin, për të thënë se çfarë i them njeriu dhe çfarë duhet të ndaloj. Paktën mua mund nuk më dritet çerpiku ta them. Dhe kjo gjë nuk duhet ndodhë vetëm me mua, duhet ndodhë me tjerët. Jam e sigurt që edhe unë mund kem bërë gabime të tilla kundrejt të tjerëve, por vetëm diçka them, që Alba nuk shpif. Alba komentoj atë që e shoh. Dhe të vi Labi dhe të shpif diçka që nuk ka qenë, për të prekur prapë të morali im si femër, në momentet e mia të dobta, në zemër dhe në shpirtnisht, kjo nuk duket normale. A jam zhgënjur shumë nga kjo? Jo, nuk jam zhgënjur shumë, sepse unë e kam pritur që Labi ka për ta bërë këtë gjë, siç e pres nga çdo lejtar këtu brenda. Zhgënjimi është shumë i vogël. Për ta prit realisht e kam pritur. Labi ka zhgënjur ti më shumë se Limi. Çfarë kuptimi e bën pyetjen? Se pyetja ka kush ka zhgënjur më së shumti deri tani? Domethënë janë gjithë banorët të shtëpisë. Limi nuk mund ta komentoj dhe ta fus në një thes me gjithë banorët e tjerë, unë komentoj çdo banor përveç Limit. Në këtë lloj drejtimi. Domethënë se konsideroni si banor. Limi është banor këtu, është lojtar këtu, po te Limi është e përzierë edhe një çështje tjetër për te lojës. A nuk ka zhgënjur ty Limi, ha? Jemi dy të njohur para se të hym këtu, që kemi pas një histori. Dhe Alba kam zgjedh heshtje në drejtim të Limit. Jo se Alba frikohem se çfarë mund thot Limi, se shumë banor ma kam përkthyer situatën që ai në momente që ty të kam thënë Alba mos vazhdo se edhe unë kam për të fol, unë Limit i kam thënë bujrum flit atë që dëshiron të flasësh. A ndjesh e zhgënjur prej ti? A jo? E zhgënjur nga Limi? Po. Deri diku pa. Okej. Deri diku. Pa. Ama pe Labit më shumë. Jo nga Labi më shumë se Limi. Unë thash, unë këtu komentoj çdo banor përveç Limit. Limi është banor dhe duhet ta komentosh, ke për detyrim. Shumë kam zgjedhur unë. Që në këta situata kundrejt Limit më shumë ti të hesht, për të hir të asaj që mos vazhdo më tutje, se ju e dini që Alba është natyrë ekspresive. Dhe kur jam ekspresive, më lejo ta mbaroj. Po, patjetër. Kur Alba jam natyrë ekspresive dhe nis të flas, unë nuk daloj duke thënë realitetin dhe madje i futem në detajeve. Unë te Limi nuk mund vazhdoj të flas shumë, sepse nuk dua që një gjë që e kam që ta flas me Limin, t'i futem detajeve këtu para njerëzve, para kamerave, para popullit. Në rast se unë kam diçka që dua ta diskutoj me Limin vërtet vrullshëm, kam zgjedhur që ta diskutoj përjashtë, jo këtu. Ndoshta edhe këtu mund ndodh, unë nuk e di këtë gjë, se nuk e di si mund të shkaktohet tensioni, se po e vërej edhe veten që dita ditës sikur rritet pak më shumë, mirë po mundohem t'i mbraj shumë frerët që mos përfshi shumë gjëra nga jashtë të brenda. Jo që të them se ai është njeri i keq, por nuk dua që detajet e raportit ton
të jenë libër apo tavolinë shërbyese për kënaqësi për njerëzit e tjerë. Sa do të mira apo të këqija mund të jenë. Nuk po them që janë të këqija apo të mira. Thjesht unë nuk dua që raporti jonë dhe detajet tona të jenë kënaqësi dhe shfrytëzim për të tjerët. Ndoshta mund të lëshohet diçka tek tuk, nuk mund ta mohoj këtë pjesë. Nuk mund të jem 100% strikte, por besoni që jam në momente që po i mbaj shumë frerët. Okej. Ti e nise përgjigjen tënde duke thënë që unë jam afruar me mirësi, me pozitivitet, më duke një gjë e Në fillim po. me banorët e tjerë. Në fillim po. Ndërkohë që je ti që për çdo femër këtu e ke prekun moral, e ke prekun karakter,